Në një dekadë ne kemi bërë për florën dhe faunën e Shqipërisë një përmbysje historike të vizionit, të qasjes, të administrimit, me rezultate të pamohueshme. Bëm ligjin e parë të integruar me standardet e Bashkimit Evropian për zonat e mbrojtura, dhe në këtë dekadë zgjeruam në mënyrë të ndjeshme si asnjë vend tjetër në rajon, sipërfaqen e tyre, shtuam kategoritë e mbrojtjes dhe e kthyem ruajtjen e natyrës nga një thirrje sporadike në një sistem administrimi. Një parantezë këtu, ndryshimet e vitit 2024. Le ta mbaj shënim kush e dëgjon. Në atë ligj u përdorën pa pushim, dhe vazhdojnë, si benzinë, për zjarrin e protestës nga individ me agjendat e tyre politike, përfshirë dhe disa eurodeputet, që në rastin më të mirë nuk e kanë lexuar fare çfarë kemi ndryshuar, ndërsa në rastin më të keq kanë dashur ta besojnë rolin e viktimave të imperializmit amerikan. Por e vërteta është se ato ndryshime janë bërë në përputhje me direktivën europiane. Dhe fatmirësisht, nuk është këtu fjala ime kundër fjalës së atyre që mendojnë ndryshe, po ka një proces në zbatim të kalendarit negociatave, ku do skanohen një për një me Komisionin Evropian për ta përputhur krejt atë ligj 100% me direktivën e BE-s edhe ato ndryshime. Kështu që ky konflikt i stisur do zgjidhet për bukuri në rrugën e negociatave, ku nuk kalon asgjë pa miratimin e Komisionit.